jam Lirie Mustafi, jam e lindur në Prespë, edhe rritur në Prespë, jetoj në Amerikë, kam mbi 50 vjetë, edhe më pëlqen gjuha shqipe, me prardhje jam nga Kolonja, më tërheq vendlindja edhe gjuha shqipe, prandaj vi ka 10 vjetë që vi çdo vjetë, rriga 2-3 muaj në pushime këtu, edhe më tërheq muzika, si habi e kam të trashëguar nga familja. Pse në Mokra në fest? Mokra më tërheq se kemi një muzikë të përbashkët të njëjtër, prandaj. Kam nga Çorrava origjinë, po jetoj më shumë në Itali, ka 31 vjet në Itali. Mbaj Italisë. Ka marrë të përshëndes Mokrën heroike, që janë njerëz më të mirë që ekzistojnë në zonën tonë. Vi nga Vlora. Për herë të parë vjen këtu? Për herë të parë, edhe erdha dhe shijova, edhe u kënaqa. Popullore. Tradita e të ushqyerit, tradita e muzikës, tradita e kulturës. Në mirë, s'ka ku të shkoj. Nga Elbasani, jam një Mokre, gëzojmë shumë që festoni, lidhi, gëzoni, është kanari për Mokrën, edhe kam në nostalgji, do të vi sa jetët betë tanë, do të mësojnë të trashëgojnë gjithë. Mokrati bën një pritja e veçantë, dashamirësi e madhe, zemërgjërsi. Unë jam mokrar, jam vetali i kësaj zone këtu në Zalltorës, edhe nga mirë se ka që nuk bëhet dhe më shumë të investoj këtu, më këtë vend. Sa i përket organizimit është super, ja vlen të falenderojmë stafin, nuk kemi fjalë do të mira ku t'i gjejmë. Ky urim na del nga zemra, gëzuar për të gjithë. Të gjitha gjërat e zonës i shikojmë me vëmendje, që del agrori Xherepit, mishi pjeku në hell, rakia, po edhe birra që kam ndorur, jo keq, pa ja thënë emrin. Zuar.